Përshëndetje dhe mirë se vini në Ajo podcast. E ftuara e radhës vjen nga Durrësi, të cilin nuk e ka lënë për asnjë moment. Edhe sot është bërë emblema e të gjitha lajmeve që vijnë nga Durrësi, madje edhe në vitin 2019 kur Unioni i Gazetarëve Shqiptar i akordoi çmimin e karrierës për raportimin më të mirë të vitit, ajo nuk erdhi ta tërhiqte sepse ishte duke raportuar për tërmetin e tmerrshëm të 26 nëntorit, i cili la shumë pasoja në Durrës. Shtëpia e saj ishte dëmtuar, ajo prej 10 ditësh rrinte në hotel me familjen. Dhe jo vetëm kaq, por është një aktiviste e dalluar e rezolutës Kombeve Bashkuara për Gratë, Paqen dhe Sigurinë. Ka një nerv në raportimet e saj, e cila shkon përtej raportimit të thjeshtë të fakteve dhe ka të bëjë me ndjeshmërinë e saj si grua dhe si nënë e një djali adoleshent, me të gjitha shqetësimet që sjell rritja e adoleshentëve në një botë të trazuar si kjo e sotme. Ajo është Vali Qurfyçi. Vali, mirë se erdhe. Faleminderit dhe mirë se ju gjeta. E kisha harruar këtë ndjesinë e skuqjes, po nuk është vetëm nga logoja, po nga ajo që ju thatë dhe është e vërteta. Falenderoj. Është e vërteta. Falenderoj. E fillojmë nga fillimi. Ti ke filluar gazetare në vitin 2000 dhe këtë vit bën 26 vite, por jo në mënyrë lineare. Mund ta përshkruash pak Në fakt trajektoren? kam filluar pak më herët dhe do të thojë që rrugtimi im gazetari nisi krejt rastësisht. Sapo isha diplomuar, madje pa e marrë ende diplomën, ndërkohë që familja kërkonte për një mundësi punësimi për mua dhe unë shihja në mënyrë të pavarur dhe rastësisht shoh në një gazetë kombëtare një njoftim të vogël atje në fund të faqes, kërkohet një gazetare për Durrësin. Dhe pse jo? Durrësi është perlë dhe unë e ceke pak më përpara që nuk e kam braktisur kur. Një dursake krenare. Absolutisht. Dhe ne jemi shumë të lumtur që të kemi ty atje. Është perla e Bregdetit shqiptar dhe unë nuk e braktis as në verë. Kur duhet pushoj. Kur të gjithë shkojnë çik te nga jugu. Te nga jugu. Përpara jugut zgjidh gjithmonë Durrësin. Është vërtet një perlë e Bregdetit shqiptar, edhe pse ka një kaos urban i cili është lejuar për fat keq nga pushtetet në vazhdimsi pas viteve 90, duke i humbur atë bukurinë e dikurshme, lidhjen e drejt për drejt me detin, tashmë janë ndërtesat kaotike. Por sërish po merr formë investimet e fundit. Dhe pasi pash njoftimin për të rikthyer atë ku nisëm, një herë kontaktova redaksin dhe më thanë do jesh 3 muaj në provë. Pa pagesë, kuptohet. Pranova dhe nuk ishte them dashje rastësishme, sepse në familjen time vazhdimisht bliheshin gazeta ditore, lexoheshin dhe mbaheshin koleksion. Kështu që kishte një lloj lidhje të familjes me gazetën, por kaq asnjëherë nuk e kisha menduar që do isha pjesë e gazetarisë. Dhe provën 3 mujore mora si sfidë dhe me veten, nëse doja dilja dot, sepse nuk është e lehtë. E kuptoj. Për fat të mirë ose të keq. Jo, të mirë, se bilancin do ta bëjmë në fund. Dhe u pranova që në muajin e parë dhe me rrogë, me pagesë, dhe rrugtimi vijoi. Pastaj nuk kam lëvizur në shumë media, duhet të them, kam qenë e qëndrueshme në mediat ku kam qenë. Pas gazetës Shekulli lëviza te Gazeta Koha Jon, një pagesë më të mirë, sepse pagesat e gazetarëve në rrethe nuk janë daq të mira, dhe duhet të thënë. Është një problematik akoma e mpret. Konsiderohen si korespondent, ndërkohë që i dedikojnë gazetarët vajza, gra, por edhe djemtë e burret, pothuajse të gjithë ditën. Gazetaria është një profesion që të merr shumë kohë dhe nuk ka orar. Qoftë në Tiranë, qoftë në Durrës, qoftë në Shkodër, kudo që je. Impenjimi është i njëjtë. Ndoshta në Tiranë është më e lehtë sepse punohet me turna. Sepse ka më shumë gazetarë që mbulojnë terrenin. Ndërsa në rrethe çdo media ka një përfaqësues, një grup xhirimi, dhe ky grup xhirimi duhet të punojë në çdo orar. E kuptoj.
Dhe kjo të kondicionon, të kushtozon edhe në jetën e përditshme. Ti e konsideron veten gazetare e shtypit të shkruar, ose gazetare e medias së shkruar, pavarësisht se dekada e fundit të shikon më shumë në televizion, ti je korespondente e Top Channel prej 10-12 vitesh tashmë, dhe ke eksperimentuar edhe me forma të tjera të zhanrit televiziv, siç janë dokumentarët, por e ke të rëndësishme fjalën, edhe mund të vërehet lehtësisht në të gjitha raportimet që ti bën, të cilat pastaj transkriptohen ose zbardhen, siç e quajmë ne në gjuhën tonë. Ka një lloj nervi aty, të cilën besoj që e ke nga të shkruarit, nga pesha që ti i jep fjalës. Mund të citoj vetëm pak nga një shkrim që ke bërë në vitin 2016 për një vajzë të vrarë, Jonida quhej S'ka paqe as në varr. Edhe më bëri përshtypje ky fragment, i thua: konfliktet më të mëdha janë brenda mureve të shtëpisë, aty ku gjallojnë kontradikta, keqkuptime për shkak të komunikimit të keq, mungesës së mbështetjes, kryerjes së gabuar të rolit prindëror, presionit, ndalimit dhe kufizimit të lirisë pa shkak. Aty ku zën fill personalitetet të deformuara, karakteret formuara keq, probleme mendore të papranuara dhe që më pas prekin jetët e të gjithëve. Siguria dhe paqja, thua ti, nuk janë thjesht koncepte të vendeve në luftë dhe pas konfliktit, janë koncepte të përditshme sonte dhe ku të gjithë duhet të investojmë. Gaburon ky nerv, ky zëmërim, nëse mund ta quaj kështu, është një përpjekje e jotja për të qenë e dallueshme në këtë armatën e madhe të gazetarëve dhe gazetareve, apo ti mendon se gazetaria bëhet vetëm kështu, me nerv dhe me gjak dhe me zëmërim për gjërat që nuk shkojnë? Unë i përkes kategorisë së dytë. Nuk e menduar asnjëherë të dallohem si individ, pjesë e stilit, por është pjesë e profesionit, por nuk është në natyrën time. Në natyrën time është jem pjesë e problematikave të komunitetit dhe dhuna në familje që orientohet kryesisht te gratë dhe vajzat, por jo vetëm tek ato vitet e fundit, është një problematik shumë e mpret. Edhe pse ka shumë vite që punohet fort nga shoqëria civile, nga media në këtë drejtim, vazhdon të jetë një plag. Një plag e thellë që po na rëndon mbi shpatulla. Dhe unë them se një moment shumë i vështirë, çdo jetë e humbur është tragjike, pa dyshim dhe me pasoja, por edhe vrasja e gjyqtares ishte një moment i dëshpëruar, pa dyshim. Një gjyqtare, njeriu që bën drejtësi, është pjesë e sistemit të drejtësisë dhe përjeton dhunë fatale dhe deri në krim. Dhe i drejtohet edhe strukturave ndërkombëtare, ambasadave, për të kërkuar ndihmë. Kjo tregon që problemi është shumë më i mpret se sa duket, dhe shpesh gratë e vajzat, me gjithë fushatat ndërgjegjësuese që janë bërë ndër vite dhe vazhdojnë të bëhen, vazhdojnë të jenë të mbyllura, të konsiderohen viktima dhe të heshtin. Por për fat mirë këto fushata kanë sjell edhe një pranim të gjerë të fenomenit, dhe kjo është pjesa më e mirë. Dhe unë mendoj që kush është i përfshirë në shoqërinë civile, por edhe strukturat shtetërore, mekanizmat në të cilat referohen, duhet të jenë më aktive. Në kuptoj. Sepse ne i kemi ngritur strukturat, por mënyra se si funksionojnë ato është shumë problematike. Ende has gra dhe vajza të dhunuara nga partnerët e tyre apo ish partnerët që nuk gjejnë zgjidhje. Dhe më lejo të sjell një moment që sërish më ka tronditur, kur duke dashur të ndihmoj një grua, një psikologe e një qendre më tha: shiko, se ajo ka probleme mendore. U trondita realisht. Të paktën nga një psikolog, një punonjës social, ti aq më tepër një vajzë apo grua, ti nuk e pret këtë lloj qasjeje. Sepse të jesh në dhunë
padyshim që do kesh probleme të shëndetit mendor. Pa qenë në dhunë dhe kur dëgjon rastet të një pas njëshme ti fillon edhe ke një lloj revoltimi. Dhe unë mendoj që gazetaria është profesion misionar. Pra duhet të sjellë ndryshim. Sa do të vogël, ti vej në lëvizje gjërat për të sjellë ndryshimin, qoftë dhe në një jetë të vetme. Kjo lidhja jote me drejtat e grave dhe vajzave nuk është e rastësishme, sepse po më tregoje që shkrimi yt i parë i bujshëm dhe që bëri një lloj emri në fillimet e karrierës tënde ka qenë pikërisht për vajzat e trafikuara të cilat vinin në Shqipëri për të gjetur mbrojtje dhe aty i nënshtroheshin një dhunimi të dytë nga elemente të caktuar brenda policisë shqiptare. A shikon një që nga i vit që është viti 2000 në 2000 dhe deri në 2026 kur format e dhunës kanë ndryshuar, si e shikon ti këtë qasjen e gazetarëve për të nxjerrë në pa problematikën dhe nga ana tjetër për të vënë para përgjegjësisë strukturat që janë ngritur për mbrojtjen e tyre? Ka qenë një situatë vërtet e vështirë, ku vajzat dhe gratë nuk kishin zë. Kur të drejtoheshe në policinë e shtetit, merrje si përgjigje edhe faktin që mëse burri jot të ka dhunuar, apo vllai jot apo babai jot, dhe nuk mendohi. Pra, ti gjeje një derë mbyllur aty ku ti shpresoje se do merrje mbrojtjen e kërkuar. Përpos faktit urdhrave të mbrojtjes, të menjëhershëm të mbrojtjes që janë një problematikë ende e vazhdueshme. Po, që në vitin 2006. Përpos kësaj, kur u bë ligji. Edhe atëherë lihen në një banesë, dhunuesi dhe e dhunuara. Dhe me 10 metra ka ndryshuar në 2018-ën del dhunuesi tani nga shtëpia. Del dhunuesi, por në praktik nuk del. Kuptova. Sepse nuk ka ku shkon. Po. Të paktën në rrethe. Ndoshta Tirana ka mekanizma më të fortë zbatimi dhe vëzhgimi në vazhdimsi, por në rrethe pa diskutim që nuk ka ku të shkoj, sepse kur ti vendos që dhunuesi duhet dal nga banesa, duhet t'i ofrosh dhe një strehim. Dhe në Shqipëri strehimi social mbetet një problem, një problem impret. Kështu që unë nuk e kam bërë ndonjëherë lidhjen me këtë shkrimin e bujshëm të parë, por ndoshta është kjo. Vërtet jam shumë e ndjeshme ndaj çështjeve që prekin vajzat, gratë, sepse mendoj që nuk jemi vetëm gjysma e popullsisë, por jemi edhe ato që sjellin jetën, ato që edukojnë, ato që Di lexova një shprehje shumë të bukur, gratë janë gjysma e popullsisë dhe gjysma tjetër janë fëmijët e grave. Pikërisht. Praktikisht jemi 100%. Në një farë mënyrë. Ashtu është. Pa mohuar rolin e djemve dhe burrave, pa ta nuk kemi jetë. Sepse shkojmë për krah. Po. Por ne kërkojmë barazi dhe mundësi të barabarta. Sepse dhe ajo shprehja gra feministe, burra feminist, duket se keq kuptohet. Shpesh kujtohet se kërkohet një barazi që diskriminon burrat. Absolutisht jo. Të vim pak tek sektori jon? Sepse gra dhe vajza në gazetari tani janë shumë, madje kalojnë mbi 70% të reporterëve, por nivelet drejtuese vazhdojnë të mbetet ky tavani i qelsht. Ty të ka ndodhur ndonjëherë të bëhet në një propozim për të kaluar në një pozicion drejtues dhe si e përgjigjur? Po, më është bërë kur kam qenë gazetare e Durrësit te koha jon. E vlerësova pafund. Po. Dhe për fat keq u përgjigja që jo. Pse? Sepse u përballa me stereotip gjinor, por jo nga ajo që mendohet nga një drejtues mashkull, por nga një kolege femër, një kolege grua. Ja kanë ofruar jo se ajo është më e zonja, por se është e gjatë, se është bjonde. Të di unë, do me thënë, e kuptoj. Absurditete që të bëjnë të ndjesh keq. Veçanërisht kur cënojnë besimin te gjinia jote, cënojnë solidaritetin. Unë mendoj që gratë e vajzat duhet jenë më solidare dhe në media më parë kanë qenë shumë më solidare.
por ky lloj solidariteti ka nisur duke rënë, ndërkohë që ka rënë dhe konkurenca me epokën e internetit. Edhe vim në një moment tjetër që është momenti kur shumë gra dhe vajza bëhen nëna, edhe fillojnë ta rishikojnë profesionin që e konsiderojnë mision me një sy tjetër. Si ka qenë kjo për ty? Djali juaj tani është adoleshent, por nuk ka qenë gjithmonë kështu, ka qenë ai bebe, ka qenë edhe... Dhe djali im është rritur në të paktën te këto aktivitetet e pasdites, mbaj mend gjithmonë në shkallët e teatrit Aleksandër Mojsiu, sepse merrja pasditeve me vete. Por shtatzania, si ka qenë, si e kujton? Në punë. Nuk i bëre ato dhe në vrap, mbaj mend një moment, 3 muaj përpara. Jo, fare. 3 muaj mbrapa. Nuk bëhet fjalë. Jo. Okej. Një moment kur isha në portin detar të Durrësit dhe kishte një konferencë shtypi në polici. Dhe distanca është goxha e largët dhe nuk kisha makinë. Dhe ka marrë me vrap që të kapja kohën dhe ndjeva një si këputje, dhe sepse ti kur je në punë harron, dhe që je shtatzën. Unë e harroja që isha shtatzën. Vrapoja gjithandej për të bërë punën, për të qenë në kudo ndodhur, dhe ka ditë që janë shumë të ngarkuara, ka ditë që janë më të qeta. Shtatzënin time e mbaj mend si një periudhë të ngarkuar. Dhe më thënë, dhe deri në ditën e fundit unë kam punuar. Kam punuar fort. Dhe mbaj mend që një ditë para se të lindja isha koordinatore e një projekti për sigurinë në shkollat e Durrësit. Dhe pasi mbarova punën në media, po merresha me këtë aktivitet që përmbyllej. Atë ditë lodhja ishte e teskajshme, sepse të menaxhosh nxënësit nuk është e lehtë, veçanërisht nxënësit e klasave të larta të arsimit 9-vjeçar dhe të shkollave të mesme. Dhe isha vërtet e lodhur, dikush më sheh dhe më pyet madje, mos u lodhe, kur e ke për të lindur? I thash, po këto ditë, nuk e dija kur. Dhe vazhdova pa u ulur deri në fund, të nesërme në mëngjes kam përfunduar maternitet. Dhe linda. Do ta bëje prapë sot këtë? Po. Padyshim. Sepse të përfshin. Gazetaria ka një ritëm të vetin, që të përfshin. Është, më beso, kam një 15 vjetë që them vitin tjetër do e le punën. Më beso. Dhe gjithmonë shtyhet për vitin tjetër. Sepse del një lajm, një ngjarje, si mos ta them unë këtë, po mos isha unë këtu, do më thënë, si do ta... Jo, po të mos isha unë, do doja që unë ta raportoja këtë, sepse ndihesh pjesë e historisë. Është profesion që ka pasionin brenda. Po. Dhe vetëm është personi që e ka pasionin, profesioni vet nuk e ka, se ka dhe njerëz të tjerë që nuk e bëjnë. Unë përjetoj me pasion gazetarinë. Vali, kur të mora në telefon për të lënë ditën e takimit, përveç problemit shëndetësor që ti kishe, më bëri përshtypje që do të marr pak më vonë se sa mbylla një telefon tjetër. Edhe kur unë të pyeta me mesazh, çfarë ishte telefoni tjetër, dhe i the, aman, këto kërcënimet e punës. Dhe mendova, kaq normale është bërë, si e përballon ti këtë gjë? Në fakt duhet pranuar që në rrethe situata është më e vështirë, sepse duket sikur gjithkush njeh gjithkënd. Edhe pse Durrësi ka një zhvillim lëvizje demografike shumë më të madhe se rrethet e tjera, por ndryshe nga kolegët e Tiranës që çdo kanosje, çdo kërcënim e publikojnë dhe ndoshta edhe përfitojnë mbështetje nga kjo, në rrethe shumë raste heshten, nuk tregohen, sepse e merr të mirë qenë. Në momentin që ti pranon të jesh gazetare, e ke marrë përsipër këtë profesion me të mirat dhe të këqijat e veta. Dhe pikërisht atë ditë
pasi kisha raportuar për një rast të rënd social, dhe në nënhetim është një mjek, dikush, një familjar, nguxoi të më marrin telefon dhe edhe të përdor ton jo të duhur. Dhe më tha, pse kaq e guximshme që nke ti, tha? Kaq e guximshme jam, i thash. Po mirë, do e shohim, tha, dhe mbylli telefonin. Këto janë të shpeshta. Në gazetarinë e rretheve janë fenomene të shpeshta, sepse gjithmonë në çështje sociale, në çështje të krimit, dikush do të preket, ndërkohë që e vërteta duhet dalë. E vërteta duhet të dalë sepse vetëm kështu rastet dalin në pa dhe mund të goditen fenomenet. Dhe në rast se çështjet kanë interes publik, padyshim që duhet të raportohen dhe të shkohet më thellë për te raportimit që ndodhi, për te raportimit që jep policia. Pse? Çfarë ndodhi? Dhe kur një pjesë e gazetarëve për shkak të një lloj autocensure, që është e çdo gazetar, përfshirë dhe mua, hesht kur dikush e raporton atë që ndodhi, pra heton më tutje, vihet në shënjestër nga persona që preken në këtë situatë dhe kjo vazhdon për fat keq. E rëndon situatën kur është gazetarja grua ose vajzë? E rëndon, padyshim që e rëndon, sepse tentojnë të të prekin gjëra që kanë vlerë për ty, dhe kryesisht tek familja, të përmendin familjen. Dhe nuk është as pak e lehtë. Si mund të forcohet ky solidariteti mes gazetarëve për ta ndier veten më të sigurt në bashkëpunimin me institucionet? Si të bëjmë që në vitin 2026 gazetaria të mos konsiderohet më si një profesion i rrezikshëm dhe me sfidat e dikujt që shkonte në luftë në vitin 1936 ose në më tutje, sepse më duket absurde sa më shumë zhvillohet shoqëria dhe kuptohet rëndësia e gazetarisë për ta mbajtur një demokraci të shëndetshme, aq më shumë shtohen sulme ndaj gazetarëve dhe sidomos ndaj gazetarëve, se tani kemi edhe këtë online-in që nuk po dim gjua e urrëties ndaj vajzave dhe grave në media, është e frikshme. Nuk guxon të mbash një opinion sepse ti do të sulmohesh, me përvojën që ti ke kaq të gjatë. Si e shikon Rrugdaljen nga kjo situatë? Rrjedhësimi është shumë i rëndësishëm, sepse krijon atë solidaritetin që ka humbur. Unë kujtoj, po i kthem sërish fillimit të rrugtimit, kur kolegët më mirëpritën dhe më mbështetën, sepse fillimet nuk janë asnjëherë të lehta, aq më tepër në profesione të cilat nuk i ke lëvruar më parë ose nuk i ke parë si pjesë të rrugtimit tënd jetësor. Kujtoj Shqiponja Telhaj, që atëherë ishte gazetare në koha jon, apo të palodhurin, Thanas Mustaqi, Artur Korrikun, kolegun që vazhdon ende në profesion dhe të tjerë që të mbështesin. Ndër vite kjo ka ardhur duke u zbehur dhe besoj se rrjedhësimi është shumë i rëndësishëm për të qenë bashkë dhe për të përballuar situatat bashkë. Kur je pjesë e një grupimi, bëhet më e lehtë, them unë, edhe përballja me fenomene dhe edhe mentorimi brenda grupit. Përvoja e dikujt tjetër që mund të ketë kaluar në të njëjtën. Unë kam një teori tjetër, përveç rrjetëzimit, them po sikur të bëhemi të gjithë gazetarë në kuptimin që komuniteti duhet i mbështesi gazetarët si limfën e qytetit, sidomos korrespondentët, të cilët janë syri dhe veshi i një qyteti, për të bërë gardh ndaj atyre që janë keqbërës të jetës komunitare, por sa kohë është krijuar ky hendek ku gazetarët andej, audienca këtej
dhe nuk e kuptojnë që gazetarët janë aty pikërisht për ta bërë këtë komunitet të eci të zhvillohet duke hequr këto barishtet e këqija në një farë mënyre, mendoj që situata do vazhdoj të jetë e vështirë. S'mund t'i lësh gazetarët vetëm përballë këtij presioni. Absolutisht. Për komuniteti, për fat keq, i sheh gazetarët thjesht si mënyrë për të pasqyruar problemet e veta, por ndërkohë komuniteti është i tërhequr. Gjithmonë më tepër është e vështirë të kesh zëra, dhe media është mundësia më e mirë për të dhënë zë, në mënyrë që ti të pasqyrosh problematikat e tua. Shpesh për shkak edhe të situatës së krijuar, për shkak të etiketimeve të rënda që bëhen ndaj gazetarëve. Por duhet pasur parasysh që kur etiketimet e rënda bëhen nga pushteti, kjo do të thotë se media është vlerë. Dhe pushteti e pranon dhe prandaj e sulmon për të krijuar tek masa, tek komunitetet, bindjen se këta nuk dinë të shpëjnë, këta nuk vlejnë, këta janë thjesht njerëz që dëgjojnë fjalë dhe i përcjellin ashtu për të minuar besueshmërinë. Pikërisht. Dhe e kanë cënuar. Por nga ana tjetër, vetë njerëzit, banorët e qyteteve e kanë kuptuar se pa median asgjë nuk ecën përpara, sepse mbetet e mbyllur në guackën, abuzimi, korrupsioni. Por janë të tërhequr dhe shoh të vështirë të paktën në këtë moment, sepse çdo vit e bëhet më e vështirë që njerëzit të raportojnë problematikat e tyre. Kuptoj. Kur ne i drejtojmë një mikrofon, unë, kolegët e mi, tërhiqen dhe thonë, thuaj e ti për mua, sepse unë kam dikë që punon në bashki, apo dikë që punon diku tjetër, ose kam një biznes. Në rast se nuk do të vihet ajo që më së shumti e quajmë shteti i së drejtës, por në fakt edhe shteti ligjor ka problemet e tij, ku ligji nuk është i barabartë për të gjithë, dhe ku ka toleranca, sepse ai biznesi nuk ka pse të ketë ndroje përballë një mikrofoni, edhe në rast se i vërshojnë të gjithë strukturat kontrolluese. Në rast se do të jetë në rregull. Por diçka çedon dhe aty. Kështu që janë hallka të një zinxhiri që duhet të funksionojë në vim. Përveç ndjeshmërisë që ti ke për drejtat e grave dhe vajzave dhe për të drejtat e njeriut në përgjithësi, për fëmijët që nuk marrin shërbimin shkollor, të shikoj shumë të angazhuar dhe tek shërbimi shëndetësor, gjendja e spitaleve, gjendja e ilaçeve. Vjen kjo nga një përvojë jotja personale apo është, si më thon, portofolin tënd të ndjeshmërisë shoqërore për cilën njerëzit duhet të kenë pak më shumë zë? Ka qenë portofolin e ndjeshmërisë time, pa diskutim, sepse çdo gjë që prek qytetarin duhet preket e gazetarin. Por shpesh nuk raportohen pikërisht për këtë që thash pak më përpara. Por kur ti përballesh vetë me spitalet, me shërbimin shëndetësor, e njeh më nga afër sepse je detyruar, atëherë fillon dhe reagimi bëhet më i fortë. Është fatale të kujtoj një përvojë personale kur më duhet të bëja radioterapi dhe në shtet, pra tek spitali publik në Tiranë, nuk ishte tek onkologjiku, sepse personi që ishte dërguar për specializim punonte në një spital privat. Dhe pajisja qëndronte e mbyllur, ndërkohë që shteti kishte investuar për trajnimin e një mjeku. Pra, taksat tona shkojnë për trajnime dhe më pas përfiton shërbimi privat shëndetësor. Dhe njerëzit detyrohen ta bëjnë shërbimin në privat. Dhe kjo është absurde. Është vërtet absurde. Situata është, unë shpresoj që të ketë ndryshuar, sepse por nuk duhet të presim të sëmuren gazetarët që të nxjerrim në pa çështjet e sistemit shëndetësor, duhet të jemi vazhdimisht vigjilent
ndaj këtyre gjërave dhe pacientët vetë duhet të jenë ata që duhet të raportojnë për mungesat në ilaçe, në shërbime, në mjek, ndryshe duke i mbuluar këto nën petkun gjithçka shkon mirë, do gjendemi përballë situatave të tjera. Në fakt askush nuk do ta mbuloj, por është frika. Frika për frikën. Që mos ta sepse ti mund të mund të më refuzohet shërbimi. Mund të mos marrësh fare shërbim. Unë kujtoj një moment që vërtet të përballesh me këto smundje të kapitale është e rëndë, veçanërisht fillimi. Pastaj duhet gjesh forca për ta përballuar dhe unë falenderoj profesionin që më mbajti në lojë për të vijuar. Ndryshe ti rënohesh. Kur t'japin diagnozën është sikur t'japin mandatën. Dhe kur të thonë që ke edhe 2 vjet jetë, ndërkohë që ke një fëmijë të vogël, ende të parritur, është e rëndë, padyshim. Por ajo që kujtoj është kur nxitoja, nuk e ndërpreva punën, në fakt. Dhe nxitoja të bëja punën në Durrës dhe të vija tek onkologjiku në Tiranë. Në një moment kuptoj që tek recepcioni, atëherë ishte me recepcion dhe të orientonin ato tek mjeku apo ku do të shkoja. Më kishin orientuar gabim. Dhe duhet të kthehesha sërish në radhën e recepcionit. Dhe në një moment ngrej zërin dhe i kërkoj llogari punonjëses në recepcion. Dhe në mënyrën më patakt të mundshme, pak më rënd se ç'do ta them, më thot, shiko, me këtë diagnozë ti del në kemp, s'ke nevojë të punosh edhe ke kohë sa të duash. Ishte të mërshme, po të diktonte mënyrën se si ti duhet të jetoje jetën tënde. Dhe shoqëria duhet jetë më e ndjeshme ndaj të sëmurëve me këtë smundje. Sepse më kujtohet edhe një moment tjetër kur marr pjesë e ftuar në një nga këto festat komunitare dhe po kërceja dhe dikush pas meje që thoshte, "Ua, kjo është me kancer, si kërcen." Pra, kur ti je me kancer duhet të mbyllesh në shtëpi, të dalësh në kemp dhe të jetosh duke pritur ditët e fundit të jetës tënde. Është fatale. Ndërkohë që shoqëria duhet të jetë mbështetëse, familja duhet të jetë mbështetëse. Ndërkohë unë nuk pata askënd, sepse nuk e pranonin dot faktin. Dhe kur ti shef që je vetëm në përballje me një smundje që në mentalitetin ton është shumë e rëndë e papërballueshme, atëherë ti vendos ta trajtosh si një gjë krejt normale dhe të luftosh. Kjo është forca e brendshme. Të mbështetur të tjerët, njerëzit e dashur që duket sikur janë më të smur se ti. Ti je një forcë e natyrës, Vali, tani. Nuk e besoj. Je një forcë e natyrës edhe je një model shumë i mirë dhe prandaj mua më frymëzon mënyra jote për të ndarë gjërat e tua në mënyrë shumë, si më thon, fine, për ta parë gjën tënde tek tjetri, jo domosdoshmërisht si një betejë personale, por si një betejë për të gjithë. Dhe kështu duhet të jetë për çdo gazetar. Dhe kështu duhet të jetë. Por dal nga dal, Vali, po shkoj me afër moshës së pensionit. Jo, jemi shumë larg. Jemi larg thua? Jemi larg. Sepse po diskutonim që mungesa e sigurisë financiare dhe të këtyre respektimit të kodeve të punës i lë shumë gazetarë dhe gra që punojnë në media të varfër në fund të rrugëtimit të tyre, sepse nëse ti nuk paguan lejen e lindjes, nëse nuk paguan siguracionin, sigurisht që pensioni do jetë shumë i vogël. Por nga ana tjetër kemi edhe një problem tjetër me moshën, sepse ekrani thonë që kërkojnë fytyra të freskëta gjithmonë edhe të reja, të rininë e përjetshme, që ne të gjeneratës X, sikur na lë një çik kështu si në hije, në një farë mënyre, si e ke marrë ti këtë pjesën e sprintit të fundit të karrierës? E jeton me qetësi, e jeton me llogari, për të thënë që
prit, se unë e kam këtë përvojën, por në fund fare do dalë me këtë lloj situate financiare. Në fakt nuk e shoh fare si fund sprinti, nuk e ndjej absolutisht. Dhe ndoshta edhe për faktin se punoj në një kompani mediatike që nuk e ka këtë peshën e largimit të emrave të afirmuar tashmë në ekran për t'i zëvendësuar me fytyra të reja. Jam krenare për këtë që i përkas. Por ti the që s'ke punuar asnjëherë pa sigurime dhe kjo është shumë e rëndësishme për ato që fillojnë tani në tregun e punës dhe që u duket kontrata një formalitet që s'ka problem, unë mund të punoj pa. Pse është e rëndësishme? Është shumë e rëndësishme pasi ti siguron jetën tënde, siguron të ardhmen tënde. Vitet kalojnë shpejt. Ashtu siç e mendoj, sigurisht e dje fillimin në punë, siç edhe ta thash në fillim me atë njoftimin e vogël, më duket sikur e kam të freskët imazhin e atij momenti, edhe atë njoftimin atje në fund të gazetës, por vitet ikin aq shpejt dhe ti e gjen veten me një karrierë mbi 26 vjeçare në kurriz, vitet shpejtojnë dhe sprinti nuk duket as i largët, po as i afërt, të them të drejtën, dhe është shumë e rëndësishme që të jesh e siguruar dhe ta kërkosh këtë nga punëdhënësi yt. Dhe unë e kam kërkuar këtë. Jo gjithmonë e kam marrë në vitin e parë të punës, më tej mësova që nuk isha e siguruar, edhe pse e dija që isha e siguruar, dhe kjo ka ndodhur me shumë kolegë të tjerë në media të ndryshme, por zgjodha të largohem. Sepse njeriu duhet të kërkojë sigurinë, sidomos vajzat dhe gratë, duhet të kërkojnë sigurinë në profesion. Është thelbësore. Dhe kjo më ka shoqëruar pastaj dhe tek Koha Jon, te Gazeta Shqip dhe tek media ku aktualisht jam Top Channel, që për hir të së vërtetës ka qenë dhe mbetet një nga mediat më korrekte në pagesën e siguracionit. Po, dhe është një model i mirë për të ndjekur dhe nga kompanitë e tjera. Nuk do mjaftoni 26 minuta për të përshkruar 26 vite jetë, por podcasti ka kohën e vet edhe ai televizive, siç na thoshin gjithmonë, vetëm se nuk kemi reklama. Kjo është një favor. Në mbyllje të kësaj bisede, Vali, nëse do ta ktheje kokën pas, do të bëje të njëjtat zgjedhje në profesion, në qasjen që ti ke ndaj punës, në pasionin që ti ke, në kohën që i ke kushtuar, apo do ndryshoje diçka? Do doja të kisha diçka time, po në gazetari. Për t'ja ndalë mban, për të mos ruajtur shumë ato linjat editoriale që shpesh të kufizojnë, edhe pse gazetari nuk është i kufizuar, janë linjat editoriale që ti duhet të ruash dhe që të orientojnë te censura, autocensura, dhe që janë një problem në media sot. Kështu që ndoshta vetëm këtë, por po të kisha parë po atë njoftimin e parë, sërish do të kisha përshkruar të njëjtën rrugë. Dhe ne jemi shumë të lumtur që ti e pe atë njoftimin, sepse tashmë, prej 26 vitesh, na shoqëron këto fjalëshi, raporton nga Durrësi Vali Qurfyçi. Shumë faleminderit që erdhe në podcast dhe ndave me ne copëzat e jetës tënde, që janë për mua, po besoj edhe për brezin e ri të gazetarëve dhe gazetareve, frymëzuese për të vazhduar një profesion i cili duket sikur ka arritur fundin e vet, por në fakt ky mund të jetë një fillim i ri. Padyshim, dhe unë ju falenderoj që jepni zë vajzave dhe grave në media, sepse janë duket si shprehje klishe forcë e madhe, por janë vërtet një forcë e madhe sepse sjellin ndjeshmërinë e tyre, empatinë, arrin të raportojnë dhe të sjellin tek opinioni publik lajme të cilat nuk duken ato lajmet plot sensacion, lajmet e mëdha, por që lidhen me problematikat e komunitetit, me gjëra që janë thelbësore për të. Dhe në rast se i raportojmë duke shkuar përtej kësaj, duke dhe orientuar institucionet se si mund t'i adresojnë këto nevoja, kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjë një gazetar, duke lënë pas diçka të mirë për komunitetin të cilit i përket, apo në shërbim të cilit është. Faleminderit. Faleminderit, Vali. Besoj që është një ndër bisedat më të mira që kemi pasur në ajo podcast, po sigurisht të tjera do të vinë. Deri atëherë, mirupafshim.